Nga mesdata, shoferët do të paguajnë çmime dukshëm më të ulta për karburantet pasi Komisioni Rregullator për Energjetik mori vendim për uljen e çmimeve me pakicë të derivative të naftës, mesatërisht për 5,81%. Ulja më e madhe është e nafta, çmimi i së cilës ulet për 8 denar për litër. Nga 11 gushti nga ora 12:01, çmimi maksimal i Euros Diesel BS do të jetë 91,50 denar për litër. Benzinat Euro Super BS 95 dhe Euro Super BS 98 lirohen për nga 4 denar për litër. Çmimi i ri maksimal i Euro Super BS 95 do të jetë 87 denar, ndërsa Euro Super BS 98 do të shitet me çmim maksimal prej 89 denar për litër. Vaji ekstra i lehtë për ambisri L1 lirohet për 6 denar dhe nga nesër do të kushtojë më së shumti 92,50 denar për litër. Ulja vlen edhe për mazutin M1 NS, çmimi i të cilit ulet për 2,881 denar për kilogram, duke arritur në 43,538 denar për kilogram.